fakt nuk ishte dashur me qenë gjykata kushtetuese që e zgjedh ngërçim politik, për arsye se zgjidh ngërçim politik, për arsye se ishte partitë politike ato që marrin besimin e qytetarëve me kon më të vëmendshme dhe më të përgjegjshme edhe me i kriju institucionet, sidomos kur i kanë gjitha mundësitë për me i kriju institucionet. Po me qenë se kemi një klasë politike totalisht pa përgjegjshme, cilët nuk kanë ndonjë farë emocioni ose ndonjë farë përgjegjësie para qytetarëve që ja japin votën, atëherë na metet gjykata kushtetuese. Edhe ky vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese për ne ka qenë i pritshëm, e the edhe vetë, e kemi diskutuar disa herë, ka qenë i pritshëm për shkak se u pa tendenca qysh në të seancën ku u emruan ose u zgjodhen nën kryetar shqiptar dhe u baje ndamja, nuk shkoi pako zgjedhja e kandidatëve për nën kryetar të minoriteteve, edhe të serbëve edhe minoriteteve tjera, po u bën ndamja. Do të thonë aty u pa tendenca e Albin Kurtit për me e prolongu procesin, i cili edhe ndodhi pastaj prolongimi. Në bazë gjitha atyne tash na ekspert juridik nuk jem as unë s'paku nuk jem jurist, tash me hynë në kësi interpretimet thella juridike, mirë po ka qenë diçka e pritshme edhe e logjikshme kjo që ka ndodhur. Veç se në fakt neve po na kushton si shoqëni, po na kushton si vend, po shtyhen proceset, nuk kemi institucione, domethënë kemi një situatë jashtëzakonisht keqe si në aspektin e sigurisë, si ekonomik, si social, në të në rrafshet jemi keqe ma keq çdo ditë, edhe nuk ka ndonjë interesim, nuk ka pasur s'paku deri tash sidomos të zotit Kurti që ta zgjidh këtë ngërç. Ta gjykata kushtetuese i ka dhënë 12 ditë afat, prap kanë me ardhur që ajo pika që e kanë ditë gjithë që ka me ndodhur kjo, kanë me ardhur ajo pika dhe kanë me zgjedhni nën kryetar të serb nga Kuvendi i Kosovës. Nuk besoj ma që edhe pse pres gjithçka prej zotit Kurti, domethënë që tenton ndoshta me bë lojna tjera, prej tij pritet gjithçka. Mirë po 12 ditë afat, të presim mas 12 dite, çfarë do të kemi, a do të na çojë gjykata kushtetuese, do të ishte fatkeqësi me na çu gjykata kushtetuese në zgjedhje edhe një herë. Sa? Po për shkak se kemi bre 120 deputet janë. Po prap kemi më shumë zgjedhje, edhe nëse gjykata kushtetuese. Po e qartë, po pse do të gjykata kushtetuese? Marsin e kemi shumë afër. Pavarësisht, jo për mund me eliminu edhe atë pjesë, nëse dën partia e cila i ka fitu, ka dale para në fakt, në këto zgjedhje, cila është partia vetëvendosje, lëvizja vetëvendosje, nëse kish dash zoti Kurti me zgjidh këtë problem, e kish zgjidh edhe me për presidentin. Për shkak se ai nuk ka bon ajo ofertë serioze dhe nuk ka shpreh ndaj farë interesimi që për një më ul me spektrin politik edhe partive tjera, edhe me kriju një shumicë prej 80 deputetëve, të cilën ka pas mundësi me kriju, me secilën do parti që ish hyn koalicion kish mujt me kriju 80-ën, që mos me bëj kësi blokada institucionale. Kur po thonë nuk po don, falë se po ndërprej. Kur po thonë nuk po don, a bën që për fillimin zoti Kurti s'ka qenë interesuar me i formuar institucionet. Nëse po, për çkafit po frikohet zoti Kurti nëse do të jetë në krye të Kosovës. Po ai tash për çka frikohet ai edhin më mirë pse, po zoti Kurti penon shkurtit, kur e ka kuptuar se nuk i ka fituar 50+1%. Po thu që aty ka me të hatërja? Po jo, se ai don vetë gjithçka me bo vetë në këtë rast. Edhe na e kemi përmend se kemi diskutuar në për debate çështjet ndame, po në fund tash këtë lidhen lidhen këtu në çfarë pikë të cilën po e përmend. Do thonë janë shumë çështje të cilat aty si kanë konvenuar me bo qeverinë me parti tjera, po edhe vetë s'ka dashur me bo institucione. Tash i përmenim ndoshta edhe 12 ditë tjera se çka me qenë se se kemi të plot. Po janë shumë procese janë cilat edhe për mendimin tim arsyet që unë mendoj pse Kurti s'do më bëj institucionet për një janë shumë të këqija për vendin edhe janë të rrezikshme për vendin. Mirë,
më falë, para se dalë të tjertë, po edhe diçka nësë është e rrezikshme për vendin kjo dhe se cili e pënguran, se nuk është veç zoti Kurti që pënguran me marë drejtimin e qeverisë, po se cili pënguran me marë drejtimin e qeverisë. A nuk do t'ishte një taktike mirë matematikore, me thonë për shambull, okej, këto procesi janë shumë trana, nuk du mi abu kitë keqe vendit tem, po të rhiqëm, edhe ndoshta me fitu edhe ma shumë vota kish fitu me që pjesë. Për më tërheki ka pak problem, se masani nuk e dim me qka ballafaqohet, se gjatë kësaj periudhës 4 vjeqare ka shumë skandale të mërshme. Nga prokuroria, thu? Po, nga drejtësia, sigurisht. Ka shumë skandale dhe tash unë nuk ma mërmenja që ai mundet me paramenu vetën me shku i lidhën. Thik me dy teja. Me shku i lidhën atje ku duhet. Jo, tam për shëndetje. A muj dole. Që ka dalë? Që shka lutë jo? Që mirë edhe na. Qështu dak, a gjykimi i gjykatës kushtetuesës sot e preqme për ty, edhe qëto 12 ditë kujt po i shërbejnë, prap kërkujt, veç vjen prap mas 12 ditëve, kina me diskutu edhe kur gjë s'ka më bo. Nur, me folën për gjykatën kushtetuese, edhe është e pandershme edhe së korrekt, se unë nuk jam një si fushës, po për që kam rri gjykata kushtetuese, nga percepcioni jam që e shohim për televizori me ka një libër i lexuar, kjo e vërtet. Nuk e di çka është në fakt ka ndodhur, këtë kjo zvarritje, këtë kjo gjë e panevojshme, mendoj që qytetarët kanë fol, e kanë dhënë ato që kanë pas me dhënë, kanë nxjerrë një parti fituese, edhe shkort edhe në mënyrë decisive. Mendoj unë, kjo nuk është mendim ekspert, është mendim këtë individual, dohet me qartësu një gjë, dohet më bëjë institucionet. Jo pezullim, jo 2 javë ditë, jo 12 ditë, jo 13 ditë, po pa dash mu zgjat është qëllimi që unë që lexoj, pa u kryer zgjedhjet lokale, nuk do të kemi konstruim as të kuvendit, as krim gjasme për një qeveri të re, sepse këta kanë me matë takatin e vetë si subjekte politike me zgjedhjet lokale. Në qoftë se dalin keq me numra, atëherë kanë me provu me bon një farë koalicioni të vështirë me zveti, por mos me lëshu pozicionin e pushtetit. Për ndryshe, në qoftë se dalin mirë me numra, atëherë partia fituese ka për të provu me qu domosdoshmërisht vendin e zgjedhjes, sepse i tregon fuqinë që e ka sovrani dhe mu kthy prapë te sovrani. Po megjithatë, po e shoh kogjatë e panevojshme që gjykata kushtetuese po luan në këtë mënyrë, po më duket pak si lojë. Pse lojë? Një herë u shtyp deri në fund të shtatorit, tani më 12 ditë. Edhe 12 ditë, që sa do dispozitivi është publiku, mas në ide sa publikohet në gazetën zyrtare, e kështu me radhë, dhe më thonë shkon edhe një muj edhe me gjas që dikon deri te balotazhi, me kanë që kjo farë zvarritje pa nevojshme edhe menoj që e zararshme në kuptimin popullor, sepse njerëzit janë mërzit më, jo Dimojli, jo Slavko Simiqi, jo Duda, jo kjo, kanë kriju do temat të paqena, të mushët mene që na këtë punë të kena në Terezi, veç mu varë për qëti problemi, edhe mos mu kriju institucionet që po shkojnë apo bohan po thuj se një vetë, që kemi kryu zgjedhjet, gjë që në Shqipni për shembull kanë përfunduar zgjedhjet, ose zgjedhë qeveria, janë kriju ministrit.